Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ju referua Fatmir Limajt si komandant Qeliku, siç i referoheshin gjatë viteve të luftës me UÇK-n, kjo si një shenjë parafrimi se vetëvendosja dhe nisma synojnë bashkëqeverisjen, por Daud Haradinaj, deputeti i AAK-s, ju kthye Kurtit me një pyetje ironizuese se kur që nga bër Limaj, siç i referoi Kurti dhe vetëvendosjes si komandant Bojleri, tash në komandant Qeliku. Nuk e di tash ky komandant Qeliku që tha zoti Kurti, tash a është komandant Bojleri, a qysh i thojke, tash s'di qysh po i bëhet, Qelik fill, por po shihet qartë se sa i sinqert është ky, tash s'du me u bazëdhën si tyre, është çështje e tyre, thuaja që e vetmja parti politike që s'po i ik zgjedhjet jemi ne, e jo me shku infinit me seanca me kandidat të përsërisim me epilog zero, tha Daud Haradinaj. Haradinaj po ashtu ka thënë se nuk do ta votonte emrin e Fatmir Limajt nëse propozohet për krye parlamentar nga vetëvendosje. Unë personalisht nuk e votoj, edhe e them publikisht, jo për ndonjë arsye, po për çata që më the, atë ka mbet hatri, po, sikur ta ke trajtuar me kujdes që divorcin, përndryshe nuk ish dash dhe me mendu zoti Limaj me kërku votën tek AAK-ja. E vetmja mënyrë për të marrë zotin Limaj votën e Daud Haradinaj është nëse ai është pjesë e koalicionit opozitar, tha Haradinaj. Daud Haradinaj po ashtu ka drejtuar akuzat të ashpra ndaj kryeministrit Albin Kurti duke akuzuar atë për abuzim politik me kandidaturën e Albulena Axhiut për kryetaren e Kuvendit të Kosovës. Haradinaj tha se Kurti po e përdor emrin e Axhiut për të testuar mbështetjen në Kuvend, duke vendosur në një pozitë të papërshtatshme pas disa dështimeve për ta zgjedhur kryeparlamentare. Nëse dikush është duke ofenduar Albulena Axhiun, është duke e ofenduar zoti Kurti. 20 herë po e qete po e thot, i kam për qeveri por jo për Albulenën, është viktime zotit Kurti, është duke abuzuar skajshmërisht me emrin e saj, deklaroi Haradinaj. Matej Haradinaj ka reaguar edhe ndaj komenteve të Kurtit lidhur me rikthimin e Fatmir Limajt në Kuvend. Kurti kishte thënë se pa nismën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do ta kishte kaluar prakun zgjedhor. Sipas Haradinajt, kjo deklaratë është një formë servilosjeje ndaj Limajt, duke ironizuar me të kaluarën e përplasjeve mes tyre. Kryeministri po e terrorizon shoqërinë me 20 seanca, duke ditur epilogun, kur vendi është në krizë ai del si falltore e ne tregon kush kujt i ndihmoi. Kjo është servilosje ndaj Limajt pas 20 vjetësh sharje dhe akuza, u shpreh Haradinaj. Deputeti i AAK si bëri thirrje Kurtit që të fokusohet në përgjegjësitë e tij si kryeministër dhe lider politik, në vend se të merret me kalkulime politike që sipas tij po dëmtojnë jetën institucionale të vendit.